polici koti arrestuar Fred Smith. Ai ishte të fundit që ishte në nuclear power plant bunker. Histori fillon tani. Shikojmë se çfarë kishte me Fred Smith kur ishte këtuja. Ai ishte arrestuar për këtë. Ai kishte vrarë një aktor të filmit që ishte me në 1995 Pierce Brosnan, që ishte luajtur James Bond. Ti tregoj se si e vravi Fred Smithi edhe me çfarë gjë e vravi. Dale këtu, dale! O Pierce! O Pierce! Po çfarë ke? Ma hangër petullën në të petullë, ishte petulla ime! Çfarë ke si ta hangër me padashur në petullën? Po çfarë ke që fëllëre kështu, o Fred? Mos e rrit kështuja. Do të tregosh ti, për ta marrë një pistolet unë. Na, me këtë. Pastaj ardhi policia dhe arrestoi Fred. Kur Fred tha, po qa se tani isha polic pe koti, por tani qarë ke me mua? Qepe grykë dhe do vlasim në shtet, në policia shtetit. Tani qepe grykë dhe hyrë në makina. Po qaj se zvëra? E vrave Pierce Brosnan që a ishte si një aktor, edhe mua më pëlqen të aktori. Hajde, brapa në makinë, shpejt. Bo, si mu të spiononi, sepse kisha një mama, por kisha do një mama dhe iku pastaj. Lëratë për maman të dhe që e vëdishe dhe lëratë. Burala. Na. Nga më shtyve. Na këta. Vire maskën e mbështyse. Qa maskë shkyja? Nuk ma të frymë. Të gjeva. Tani I ka dhe bejca foto. Mos dira të kishte në mezit. Pritaj që njërë maskën. Tani bëu gati në foto edhe mos talme edhe mos dira të kishte në mezit. Mire, vire maskën prapë. Tani ri këtu me James Allen edhe do I kitë marrë ca ujë për ty. Ri këtu, mos bëj asgjë. Po ta marrë këtë pistoletën. Fytyra. Syte mia. Hajde këtu maskara. Të traditë të shpirat je në vëndi. Mjaft. Tani qa po bën? Tani gjezi do të turburohet. Tani të shpura. Ha, shikon? E shpivu! Maskaraj! Pa tërë të kesh motor! Ma që e bërë këtuja? Tërë të kesh! Pse të të jesh një kriminell? E vrave Pierce Brosnan edhe Ike! Edhe vrave James Allen! Po më falë! Tani do rish në burgë për
shumë ditë. Oh, Llafi tim është e shpifur.